Me rastin e 14 marsit, ditës së verës, Bashkia e Vlorës ka përgatitur një ser aktivitetesh, të cilat do të kulmojnë mbrëmjen e 14 marsit, pikërisht të premte në orën 19 në sheshin përpara stadiumit flamurtari. Bashkia e Vlorës ka ftuar për të performuar në një skenë zërat e shkëlqyer të muzikës shqiptare, Eranda Libohova, Angela Peristeri dhe Maja Liçka. Në ditën që çel natyra, Bashkia e Vlorës pret të gjithë në sheshin përpara stadiumit flamurtari, qytetarët, të rinjt dhe jo vetëm, për të kaluar disa orë të këndshme në shoqërinë e këngëtarëve të njohura të muzikës shqiptare për të festuar 14 marsin, një festë e cila duket se po kthehet tashmë në traditë edhe për qytetin bregdetar. Ditën e premte më 14 mars, me rastin e ditës së verës, Bashkia e Vlorës do të organizojë në orën 19 tu në sheshin përpara stadiumit flamurtari koncertin e madh festiv me këngëtarët më të njohura të muzikës shqiptare. Të ftuara do të jenë Eranda Libohova, Angela Peristeri dhe Maja. Ndërsa dita e verës pritet që edhe në Vlorë të festohet gëzueshëm me një atmosferë që në fakt Bashkia e Vlorës tashmë e ka krijuar edhe në qytet me një dekor festiv për ta përmbyllur me mbrëmjen e të premtes në orën 19 tu në sheshin përpara stadiumit. Por aktivitetet me rastin e ditës së verës, Bashkia e Vlorës do t'i çel qysh para ditën e 14 marsit, teksa në orën 10 do të zhvillojë ditën e premte aktivitetin Kupa e Verës në fushën stërvitore të Pyllit të Sodës. Aktivitet ky, i cili organizohet nën kujdesin e veçantë të kryebashkiakut Ermal Dreda. Ky aktivitet do të bëjë bashkë fëmijët nga Vlora, por edhe Fieri, Lushnja e Ballshi, për të mundur aktivizimin e tyre në sport, por edhe për të dhënë mesazhe mjaft të rëndësishme në këtë ditë të rëndësishme, si kundër është edhe 14 marsi. Këto aktivitete janë kthyer tashmë në traditë edhe nga Bashkia e Vlorës, e cila krijon atmosferë festive në qytetin e Vlorës dhe e ka nisur me vendosjen e dekorit festiv në zonat dhe rrugët kryesore të qytetit.